Të nderuar vëllezër besimtar, tema e sodit ka të bëj rreth pajtueshmërisë e cila duhet të dominon në shoqërinë tonë. Nëse ne si shoqëri edhe si shqiptar mendojmë se gjanat janë krejt në rregull edhe janë duke shku shumë mirë, ne e formojmë një lloj vetkënaqësie në vetveten tonë dhe vetkënaqësia në vetveten tonë është një lloj armiku i fshet që ne nuk e hetojmë. Andaj problemet të cilat ne i kemi duhet t'i eliminojmë e jo të na grumbullohen. Duhet t'i qasim edhe të futemi në probleme e jo të shikojmë nga ana se çka po bëhet dhe çka po sjell koha apo çka po sjell kalendari apo muji apo viti i ardhshëm. Vëllezër besimtar, ne gjithmonë duhet të sjellmi mesazhet të unitetit. Mesazhet të cilat na bashkojnë. Mesazhet të cilat na afrojnë njëri me tjetrin dhe me ndi se si besimtar, si shqiptar, të jemi krah i njëri tjetrit. Po e shihni vëllazër se sa ka shkaktuar kjo politika jon e çmendur, politika njëherë e çrregullume, sa përçarje e sa ndasi të madhe, më shumë njerëzit janë duke i dashur partitë se sa familjen e vet. Më shumë janë duke i dashur partitë e veta, militant e vet, se sa janë duke e dashur shtetin. Më shumë janë duke luftuar për pushtet, për karrik, për famë, se sa për me mbrojt kauzën tonë, me mbrojt shtetin tonë. Kjo vëllazër është një fatkeqësi e cila na ka përcjell edhe më herët, po edhe tash është evidente. Dhe ne si njerëz duhet të vedisohemi. Në momentin kur vedisohemi, ne ja fillojmë progresit. Fillojmë me ecë përpara. Në momentin që ne themi mirë o çështon, edhe shkon çështon, ofendim mas ofendimi, ndarje mas ndarje, çrregullim mas çrregullimi, përçamje mas përçamje, dhe në fund askush se ka dertë se çka pret këtë shtet, të gjithë luftojnë për pozita, luftojnë për intereset të tyre, qoftë të ngushta dhe qoftë të gjëra, me rëndësi pak po mendohet për shtet, e shumë po mendohet për individin edhe për personin. Allahu Gjeleshanu në Kur'an tha: La khajre fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bejnë nas. Nuk ka efekt, edhe nuk është dobipruse, edhe nuk është funksionale në shumicën e fjalëve që thuhen, në shumicën e ligjëratave që mbahen, në shumicën e seminareve dhe takimeve që bëjnë bota intelektuale, nëse në ato fjalë, në ato këshilla, në ato ligjërata nuk urdhërohet për humanitet. Çka do të thotë humanitet? Mjashtri krahin njëri tjetrit, mjashtri dorën njëri tjetrit, me ndihmu njëri tjetrin në momente të vështira, në momente kur ka nevojë, kur ka një barë, me ja lehtësu jetën, me ja lehtësu që me ecë përpara. E dyta tha, e u marufin, në këto ligjërata edhe në këto porosi që ju i bëni si shqiptar, si botë akademike, si intelektual, nëse nuk ju urdhënoni popullin për vepra të mira, edhe vetë nuk punoni punë të mira, ato janë gjona vetëm mbeten fjalë edhe retorik, edhe mbeten gjona të kota dhe nuk i ngjasojnë progresit tonë. Dhe e fundit tha, islahun bejnë nas, ku duhet ndalen pak më tepër, duhet të thrasmi në pajtueshmëri njëri me tjetrin, në afërsi njëri me tjetrin. Nuk ka familje që nuk ka njerëz të ngatrum, nuk ka kolektiv ku njerëzit nuk flasin njëri me tjetrin. Duke fillu nga bota intelektuale, nga akademik, janë të hidhur njëri me tjetrin, a punojnë me një zyre, punojnë me një kolektiv. Te bota e mësuesve mos flasmi, pikë 5. Te bota e inxhinierëve, pikë 5. Te bota e mjekëve, pikë 5. Edhe te bota e imamit me mezin, pikë 5. Këto gjona vëllazër nuk na kanë hije neve si besimtar edhe si musliman, nëse ne këto plagë nuk i shërojmë njëri me tjetrin. Andaj vëllazër, çështja e pajtueshmërisë, çështja me fal dikan, është prej vepra më madhështore që e përshkruan ajeti Kuranit që tha: Femen afa wa asliha fe ejruhu ala Allah. Ai cili fal, nuk është lehtë me fal,
nuk është letë mi thonë të kujt qofsh i falur, po ta fali këtë gabim, mirë po ai që e bën këtë veprim, ko ka të bën një prej veprime më të dashur tek Allahu xhaleshanu. Wa asliha, edhe ai cili pajton njerëzit, edhe i ofron njerëzit, edhe nuk i lën të hidhrum, nuk i lën të idhnum, nuk i lën të përçam edhe të ndam, ajo kokë vepër shumë e madhe, sa që nuk peshoj ka as mizani, peshoj Allahu ditën e kiametit, dhe po thërrit ka një thirrës. Pejgamberi selam tha yunadi el munadi ejnë alladhina ajrahum ala Allah. Ku janë ata njerëz ku shpërblimin e presin drejt për zëti pi Allahut? Ata janë ata persona që kanë falë, edhe ata persona të cilët kanë pajtu njerëz dhe nuk i kanë lanë idhnum shumë me tjetërën. Po ja ilustroj me një shembull mas djekës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, anna Uthman radiallahu anhu kana yawman min al-yawm ayyam jalisan ala utam min itam al-Medina. فمر به عمر رضي الله عنه فسلم عليه فلم يسمعه. Një ditë, Osmani, radiallahu anhu, një prej shokëve kryesor të pejgamberit alayhis salam, ishte i ulur në një breng, rrugës, në një stom që themi ne, lart pak i ngritur nga rruga, edhe ishte duke mendu, preokupimet shumëta. Pa pritmas, kalon Hazreti Omeri edhe jep selam. I jep selam, ai nuk pe dëgjon. Shiqon me atësinin fizik, po me atësinin e zemrës, atësinin e shpirtit nuk shikon. Ky pi jep selam 2-3 herë, ky nuk pe akthen selamin. Dhe kapi pak hidhrimi, e kapi e nervoza, edhe me njëherë shkoj deri tek halifja i muslimanve, tek udhëheci muslimanve Ebu Bekri radiallahu anhu, edhe po i thot: o Ebu Bekr, ti je halifi muslimanve, sot jam taku thot me Osmanin, i kam dhënë selam, s'ma ka kthi selamin. A thu, qka ka aj me mu, qfar idhnimi ka aj me mu, që aj nuk ma kthej selamin. Ebu Bekri radiallahu anhu ka desht me shëru gjonat me njëherë vllazër. Kjo është shembull shumë konkret që njeriu duhet me reagu me njëherë. Hidhrimi nuk duhet me zgjatë, se fillojnë paragjikimet, fillojnë mendimet e këqija, fillojnë idhnimet, fillojnë ma ka bukshton, ma ka këtë hak, s'mdon, morrejnë, ka armiqsi, fillojnë shumë gjona nëse hidhrimin ne e lajna me zgjatë. Edhe Ebu Bekri radiallahu anhu e ftoi Osmanin edhe po i thot: pse thot nuk ja ke kthi selamin Omerit? Atëherë Osmani po thot: mu s'm ka dhënë selam kush. Unë thot nuk kam dëgju. Omeri ishte prezent, jo, unë e thot kom dhënë selam, s'ma ke kthi ta selamin. Atëherë Osmanit i thot Omeri, thot je kon thot në një stom të rrugës, ullur, edhe kem ke shiqu, s'ma ke kthi selamin. Osmani po i thot: eshghaleni shejën, falemma të wafa e nebi sallallahu alaihi wasallam, eta ali limadha ene ma se eltuhu men në gjatë. Tha, kam qenë shumë i preokupuar edhe në xant, tha, duke mendue, pse unë nuk e kam pyet pejgamberin alayhis salam se ka shpëtimi jon. Ka shpëtimi jon. Atëherë, thot, kjo më ka preokupu shumë, edhe thot, nuk e pa unë pa, edhe nuk e kam dëgju selamin. Atëherë, Ebu Bekri i thot Osmanit: ne thot nuk duhet me lanë vend që me depërtu shejtanin mes neve. Se Allahu Gjeleshanuhu thot: yanzagu bejnehum, e shejtanu yanzagu bejnehum. Shejtani ndërsen, shejtani nxit konflikt, shejtani nxit paragjikime. Nëse ne e lajmë me depërtu në mesin ton, ai neve do të na marrë për çam, ndam, të hidhrum, të armiqsum. Atëherë Ebu Bekrit po i thot: mu ka preokupue me ditë, pse nuk e kum pyet pejgamberin alayhis salam se ka shpëtimi jon. Ebu Bekri po i thot: Osman, rre rahat, për këtë punë thot unë e kum pyet pejgamberin alayhis salam disa herë. Dhe përgjigjen ma ka dhënë, thot: men qabile kelimeten allati aradtuha ala ammi. Tha, përgjigja ka qenë se shpëtimi i jon nga dënimi i Allahut është
fjalën të cilën unë në momentet e vdekjes, thot pejgamberi alayhis salam, në momentet e vdekjes ja kam paraqit axhës tim, Ebu Talibit, xhaxhait tim, ajo ka qenë fjala shahadeti, eshhedu an la ilaha illa Allah, wa eshhedu anna Muhammeden abdu wa rasulu. Këtë fjalë ja kam paraqit në fund vdekjes, edhe ai thot, e ka pranu, as e ka pranue, nuk dihet. E tha, këto është shpëtimi. Nëse imeti jon e ka shahadetin, nëse individi besimtari e ka shahadetin, ai është i shpëtuar prej dënimit. Po neve na intereson vëllazër reagimi e Ebu Bekrit me shpejtësi të madhe, edhe e pajtoj edhe Hazreti Omerin, edhe e pajtoj Hazreti Osmanin. Kjo është vëllazër mesazh ynë. Kudo që t'jemi, qoftë kolektiv, qoftë tek puna, qoftë në komunë, qoftë në presidencë, kryeministri, kudo që të hasmi njerëz që nuk flasin, që janë i dhunshëm, dikush duhet me marrë iniciativë. Dikush duhet mi ofrue, dikush duhet mi pajtu, nuk ban me lanë sa aty mbetet armiqësi edhe urrejtje.